Numërimi mbrapsht ka filluar për pjesëmarrjen e Shqipërisë në play-offin e Botrorit 2026, sfidat historike që luan në fund të këtij muaji, por pikërisht në këtë moment në zyrat e FSHF-s janë ndezur sinjale të alarmit sa i përket gjendjes së një prej futbollistëve që shihej si një armë që mund të ndihmonte kuqezinte drejt arritjes historike. Armando Broja është zhdukur nga radarët e Burnley për shkak të një dëmtimi dhe nuk është grumbulluar në ndeshjet e fundit. Jo vetëm kaq, por situata nuk duket se është drejt përmirësimit në një të ardhme të afërt. Në mediat britanike tashmë raportohet se Broja do të mungojë nga fushat e lojës për të paktën 2 javë të tjera, që do të thotë se në rastin më të mirë do të jetë në dispozicion të trajnerit të kombëtares, por pa minuta në këmbë pas më shumë se një muaj pushim. Ky është varianti më i mirë nëse të gjithë gjërat shkojnë siç duhet për sulmuesin, pasi ekziston dhe varianti tjetër që Broja të ndjekë si spektator këto sfida, pa qenë në gjendje të jap kontributin e tij për shkak të problemeve fizike, një telash jo i vogël për Silvinjon, i cili e shihte atë si një alternativë për pozicione të ndryshme në repartin e avancuar, e tashmë mund të jetë i detyruar të bëjë zgjedhje të tjera.